Qeveria ka rishikuar buxhetin e shtetit për herë të katërt, ku ka vendosur që të japë nga 15.000 lekë shpërblim për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi ndryshe. Ministri i Financave Petrit Marlaj bëri me dije se 15 miliardë lekë do të kalojnë për skemen e pensioneve për financimin e reformës së re. Nga viti 2026, qytetarët do të marrin bonusin e përmuajshëm në bazë të pensionit që ata marrin. Të dashur qytetarë, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, miratuam aktin normativ të fundit të vitit për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2025. Disa nga çështjet kryesore që miratuam nëpërmjet këtij akti normativ janë mbështetja financiare për familjet të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fund vitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm, do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliardë lekësh. Një nga vendimet më të rëndësishme të ndërmarra nga Këshilli i Ministrave lidhet me përdorimin e fondeve nga ana e ministrive apo institucioneve buxhetore. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojnë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Kjo shumë do të përdoret për reformën e pensioneve, të cilën kjo qeveri tashmë e ka nisur. Kjo është hera e katërt që rishikohet buxheti i shtetit për këtë vit, pas ndryshimeve që pësojnë në tetor, ku caktuan fondet për shpërblimin e fundvitit për pensionistët 10.000 lekë për ata që marrin mbi 20.000 lekë pension në muaj dhe 15.000 lekë për ata që marrin në 20.000 lekë në muaj.